Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur Luani në Letra Trofejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Kjo javë me këto letra që po shikoj që kanë dalë për ju të dashur Luan, duket si një javë reflektimi, riorganizimi, sikur diçka, mund të ketë situata që ju bëjnë të mendoni seriozisht për drejtimin e juaj, çfarë po bëj, si një lloj reflektimi, sidomos në lidhje me energjinë që po jepni atë dhe atë çfarë po merrni nga të tjerët. Çfarë duhet bëj, do jap, do bëj, do koncentrohem këtu, nuk do mundohem më për këtë person, do ta ndaloj këtu e kështu me radhë. Diçka që ju bën paksa të reflektoni. Pra mesazhi i javës është të mos e shpërtorni energjinë e gjërat që nuk i çojnë përpara. Do thotë të koncentroheni aty ku vërtet mund të merrni diçka. 4 të kupës, një letër që tregon një ndjenje pa kënaqësie. Do ta thosha emocionale, mund të ndjeni sikur diçka nuk ju kënaq më si më parë, prandaj po ndodh ky reflektim, ta them. Një situatë që nuk po ju motivon, një ofertë që nuk ju bind, mund të jetë, ose ndonjë ndjenjë që diçka po mungon. Të dashur Luan, mos e refuzoni me njëherë çfarë nëse është një ofertë, mos e refuzoni me njëherë mendimin e mirë, ta them, derisa apo çdo mundësi, ta them kështu. Ndonjëherë një mundësi e mirë mund të jetë përpara jush, por të jeni shumë të fokusuar në atë që nuk po funksionon. Tani, pse po them këtë? Shikojeni këto dy gra këtu, në një farë mënyrë ju, njëri nga këta, të fokusuar për të mbledhur lule dhe po ju kalon mbi kokë një ofertë e atashme. Mbi kokë. Do thotë, sikur një dorë e Zotit, ta themi, një dorë e universit. Dhe kjo do thotë sikur përqendrimi juaj në gjëra ku s'duhet fokusoheni, mos e bëni. Që të jeni në gjendje të shikoni, të jeni mos i hapur, ta them kështu. 8 të monedhës të dashur Luan është, kjo letër tregon për kushtim dhe punë. Kjo javë kërkon vërtet fokus të aftësive tuaja dhe të punat që po ndërtoni. Prandaj të çoni kokën dhe të shikoni përreth, që mos të humbisni asnjë mundësi. Mund të jetë një projekt që kërkon më shumë përqendrim, një punë që kërkon përmirësim, ose një aftësi që duhet ta zhvilloni më tej. Mos e lini fokusin të shpërndahet në shumë drejtime. Këshilla, përqendroheni në një gjë dhe bëjeni mirë. Rezultatet do vinë nga përkushtimi, absolutisht mos e vini në dyshim. Asi i monedhës, në fakt, unë e pash si asi monedhës, por nuk është, ashtu e fillova leximin, nuk është asi monedhës, është magjistari. Magjistari, kjo shpjegoj letrën, shikoni, është një person këtu që ka shpatën, ka shkopin që është afër me dorën tjetër, ka monedhën dhe kupën, tregon arin, zjarrin, tokën dhe ujin. Magjistari ka të gjitha mbi tavolinë. Do të thotë, i keni të gjitha mundësitë për të arritur aty ku dëshironi. I keni të gjitha mundësitë për të bërë gjërat që dëshironi. Thjesht fokusohuni në atë që dëshironi. Dhe mos harxhoni energji aty ku s'duhet. Aty ku s'ju jep asgjë mundi i juaj. Pra, mos e lini këtë mundësi të kaloj pa e marrë seriozisht. Dhe 10 të shpatës tregon fundin e kësaj situate. Me këtë letër tregon që vërtet jeni duke u marrë seriozisht me gjërat, një reflektim do ta thosha, që mund të ketë qenë e rëndë ndoshta dhe zhgënjyese për ju, por po e rrimerrni veten. Ky letër tregon është më i keq që ka kaluar të dashur Luani, dhe kjo bën që gjërat e mira po vinë. Ai zhgënjim nga dikush në një projekt që nuk ka funksionuar, ose një situatë që ju ka lodhur më shumë se ç'duhet, është duke u larguar. Çfarë mund të ndodhë në fund të javës? Një kapitull
një situatë, një vendim, po mirët, po mbyllet, por kjo do ju çliroj për të filluar diçka më të mirë. Të dashur Luan, mos u kapni pra pas gjërave që kanë mbaruar apo që s'ju japin asgjë. Energjia juaj duhet të shkojë te mundësitë e reja që po u hapen dhe janë gjithandej në favorin e juaj.